Shumë qytete në vend përballen me ndotjen enorme të ajrit. Situata është e rëndë edhe në Tetov. Mjekët thonë se ajri i ndotur ka rritur numrin e thirrjeve në urgjencë. Mjekët thonë se në rast kur ndotja është e lartë, qytetarët rekomandohen të mos qëndrojnë përgjatë kohë në ambiente të hapura, sidomos në mbrëmje, kur ndotja arrin kulmin. Sikurse çdo vit edhe si vjet numri i personave që kërkojnë ndihmë me paraqitjen e ndotjes është rritur. Me që rast më së shpeshti janë problemet e frymëmarrjes, sëmundje të mushkërive dhe shpesh ka edhe persona që marrin edhe infeksione. Me plan aksional për reduktimin e ndotjes, sidomos gjatë kësaj periudhe kur kemi ajër tepër të ndotur, del edhe komuna e Tetovës. Nga komuna e Tetovës thonë se do të kontrollohen, sidomos kompanitë, ndërsa do të punohet edhe me drejtimin e ngritjes së vetëdijes për përdorimin e transportit publik. Ky plan parasheh disa aktivitete, disa masa, siç janë kontrole të jashtëzakonshme, kontrole inspektuese nëpër fabrika që janë me instalime të lejes A, të lejes B, nëpër kompani të kontrollimeve teknike, kontrole të djegjes që normalisht të jetë druri i tharë, të mos përdoren plastika, goma, materiale mbeturinash e të tjerë. Gjithashtu, ajo që duhet të them se si komunë ne jemi duke hartuar edhe planin e mobilitetit, plan i cili parasheh linjë të veçantë të transportit publik, i cili do të ulë ndotjen e cila vjen nga komunikacioni i tepër nga veturat, automjetet. Ndotja e madhe e ajrit që paraqitet së fundmi në Tetov ka të bëjë edhe me numrin e madh të automjeteve të vjetra më shumë se 15 vite.